Kosovës, zona Gaxherri. Si shihni dështimin e 34-të, patëm dje një seancë tjetër e cila rezultoi të ishte e pasuksesshme edhe si rrjedhoi nuk kemi ende një kuvend funksional. Si e pat? Tashmë pas krijimit të një krize politike në vend, të shkaktuar nga vetëvendosja në krye me zotin Kurti, përveç se vërtet ka sjell shumë probleme ngecën dhe gjitha fushat për Republikën e Kosovës, kjo situatë fatkeqësisht, përveç se është tashmë edhe irrituese, ka filluar mu normue. Do të thonë, kjo është për mu rrezik, kur edhe ky momentum, pra, fillon mu normu, fillon me na u duk se s'kemi zgjidhje, s'kemi mundësi tjetër dhe ne duhet ta akceptojmë, ta pranojmë krejt çfarë i bie ndërmend zotit Kurti ose krejt çfarë ai dëshiron të bëjë me çdo institucion në Republikën e Kosovës. Në këtë rast është edhe vetë Kuvendi i Republikës, qeveria, gjykatat, prokuria, krejt gjithçka, media, krejt gjithçka duhet të funksionojë sipas Kurtit, qysh ati i konvenon dhe qysh ai don. Kjo është për mua dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës shumë shqetësuese. Zona Gaxherri, të nisemi ndoshta një pyetje pak më shumë për aspektin personal. Duke parë rezultatin e zgjedhjeve që patëm krejt në shkurtë më pas që u certifikuan më vonë, keni menduar se kaq gjatë do shkonte procesi konstituimit të kuvendit? Po tash që themi të vërtetën, pasi që kemi pa rezultatin, masi kemi marrë se cila parti politike, ne si DDK me njëherë kemi bërë një analizë edhe për vetë subjektin tonë politik dhe për rezultatin e zgjedhjeve dhe po natyrisht që kemi parashikuar një gjë të tillë. Dhe megjithatë nuk e kemi pas krejt kështu parasysh, sepse edhe pse ne si DDK ditët e para jemi deklaruar se kemi marrë këtë numër të deputetëve dhe 8% e vota, prandaj ne do të pozicionohemi në opozitë, e kemi bërë të qartë ditën e parë, se natën e parë kur i kemi shpallë se i kemi pa zgjedhje. Kemi shpresuar ose kemi menduar se partitë tjera politike mund të bëjnë koalicion me vetëvendosjen, por fatkeqësisht siç e shohim, tashmë vetë sjellja e zotit Kurti konsideroj unë është kriju një hendek mes të gjitha partive politike dhe nuk është i gatshëm askush të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Në këtë aspekt, as vetë Kurti nuk është i gatshëm të ofroj korrekcim, po them drejtën ratë e parë, dhe të mendoj për besimin që e ka marrë, dhe të mendoj se me atë besim ai duhet të bëjë zgjidhje për vendin, jo ta bllokojë vendin, por një gjë e tillë nuk po ndodh dhe nuk e ka fare parasysh zotni Kurti. Zotni Kurti thotë, deklarohet se nuk ka krizë në Kosovë, ai thotë se gjithçka shkon në rregull, dhe pse ai shkon në zyrat e qeverisë jashtëligjshëm, pra jashtëligjshëm ai nuk duhet të jetë në zyrat e kryeministrisë, asaj as ministrat e tij të cilët e kanë bërë betimin në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Megjithatë, Kurti është ky